7 rrugë në qytetin e Maliqit janë duke ju nënshtruar rikonstruksionit dhe rehabilitimit të tyre. Ky është një projekt i bashkëfinancuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia e Maliqit me qëllim për mirësimin e jetës së qytetarëve. Sipas kryebashkiakut Gëzim Topçiu, është duke u ndërhyrë nga ana e bashkisë në sistemimin dhe shtrimin me pllaka të trotuareve, por edhe në krijimin e hapësirave të gjelbëruara para pallateve, si dhe në ndriçimin e zonës, ndërsa më pas Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të kryejë edhe asfaltimin e këtyre akseve rrugore. Po ndërhyjmë në 2 rrugë, në rrugën e bllokut numër 2 dhe në rrugën e Evropës, që thonë, me emër tradicional. Në të njëjtën kohë do ndërhyjmë edhe në 5 rrugë të tjera. Është një projekt i bashkëfinancuar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Aktualisht po punojmë me fondet tona për rehabilitimin e trotuareve, të bordurave, të ndriçimit, dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të bëjë riveshjen e të 6 rrugëve në qytet. Një vesim shumë i rëndësishëm për ne, i shkërkuar prej 2 vitesh, jemi shpallur fitues. Dhe na vjen mirë që kursejmë disa fondet tona dhe i kompensojmë me fondet buxhetit shtetit, siç është Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Edhe për banorët kjo ndërhyrje është mjaft e vlefshme dhe domosdoshme. Kur shkatërohet të rregullohet, pastaj janë bërë shumë mirë se ishim të rrdhe. Trinje do këtu tërty. Tash është bërë për bukuri. Isha në dhjetë, si jam me kënaqur reti. Rri këtu ka lezet. Aktualisht po punohet në 2 prej rrugëve dhe më pas e njëjta ndërhyrje do të kryhet edhe në 5 rrugë të tjera të qytetit të Maliqit.